dhe për këtë përgjigjen më të saktë dhe më të lehtë mund ta marrin nga vetë anëtarët e tyre që në KQZ, pra kolegët e mi, sepse ata e din qartë dhe mirë dhe besoj që do t'i kishin kontribuar realisht kësaj gjendje dhe situate që aktualisht është duke ndodhur, thjesht vetëm duke ju treguar të vërtetën, themi bashkëpartijakëve të tyre, përfshirë kryetarin Memli Krasniqi, po me gjas edhe Samilo Shtakut, sepse kjo po të shihet qartë që është orkestruar si një përpjekje për ta cenuar integritetin e procesit dhe për të vënë në dyshim vullnetin e qytetarëve të shprehur përmes votës së lirë në balotazhin e 9 nëntorit. Por, ajo që kemi parë deri tani, zoti Krasniqi, në Mitrovicë të Jugut, në qendrën komunale të regjistrimit të numërimit të votave atje, zoti Krasniqi, kemi parë që në fletë votime nuk ka pasur përputje të numrave sëri, të fletë votimeve nga klasa në klasë, dhe këto janë pretendimet që po i bën Partia Demokratike e Kosovës, duke thënë që këtu mund të ketë manipulim të votave atje. Më lejoni fillimisht t'ju them që problemet të tilla teknike janë shfaqur edhe në komunën e Gjakovës, ku mbi 10 vendvotime, në mbi 10 vendvotime janë hasur fletvotime, të cilat përmbajnë kodin e vendvotimit të vendvotimit tjetër apo të qendrës tjetër. Dhe menjëherë se fillimisht në Gjakovë ka ndodhur dhe është çuditërisht, askush nuk e përmend këtë fakt që fillimisht ky themi problem teknik është evidentuar në Gjakovë dhe ndërmarrë veprimet dhe për mua dhe për gjithë të tjerët ka qenë shumë normale. Ndoshta në Gjakovë me që nuk është PDK-ja në balotazh, ndoshta. Po ne nuk mund të sillemi tash se kush është në balotazh dhe të sillemi tash sipas subjektit që është, se KQZ-ja dhe në asnjë institucion do duhet ishte e verbër në raport me asë se kush ndodhet përballë si parti politike. Dhe po është vetvendosja atje, po unë... Se s'keni reaguar, pra, me që absolutisht, sepse unë komunikoj me subjektin tim të cilim ka caktuar në KQZ dhe ja kam bërë të qartë që nuk ka asnjë arsye për të brengosur, sepse ky problem është tërësisht teknik, është çështje dhe këto konfirmimi kemi marrë fillimisht me telefonate edhe nga vetë kompania e cila pastaj ka filluar një proces të verifikimit dhe hetimit të tërë procesit të shtypjes, përgatitjes dhe shtypjes. Përpara se të shkojnë në balotazh, thoni. Jo. Kjo është gjatë ditës, sepse janë me qindra mira fletvotime dhe gjatë printimit ato janë një pjesë e vogël e këtyre fletëve të votimit, kur janë futur në dengjet të cilat më pas janë kapur në një proces tërësisht të mbyllur nga kompania, siç e ka shpjeguar edhe kompania, janë bartur në një nga kokat e printimit, siç ata e kanë quajtur, dhe janë ardhur të paketuara në atë mënyrë. Pra, një gjë mund ta themi me plot garanci se asnjë flet votim nuk ka dalur nga një klasë në klasën tjetër. Po si është e mundër, pra, që s'ka përputhje të numrave sëri? Jo, ka përputhje të plot të flet votimeve që janë përdorur brenda vend votimeve. Pra të gjitha flet votimet që janë ardhur në vend votime, të njëjtat përputhen mes raportit të atyre që janë përdorur dhe raportit të këtyre që nuk janë përdorur. Një përputhje që ekziston në këtë aspekt është përputhja e numrit serik. Dhe për këtë kompania ka bërë gjithashtu edhe shpjegimin e saj, dhe për këtë edhe KQZ-ja ka bërë shpjegimin e saj që mbrëm rreth orës 10:30 nëse s'ka bëj, dhe KQZ është një institucion i pavarur kushtetues, i cili përbëhet prej një stafit sekretariatit, i cili është përgjegjës për të siguruar që proceset zgjedhore, edhe kur ka probleme teknike, sigurojnë apo jo integritetin e procesit. Dhe ne kemi kërkuar këto garanci. Dhe thoni se s'ka pasur fare mundësi që të ketë manipulim, kish përdorim? Absolutisht fare, sepse fletvotimet përveç një pjesë e vogël e tyre, pra, që kanë pasur vetëm këtë kodin e gabuar, ato kanë qenë pjesë
e dengut ku kanë qenë edhe fletvotime tjera. Akuzat e PDK-s janë se ka pasur pra lëvizje të fletvotimeve nga një klasë në klasë tjetër, nga një shkollë vendvotim në shkollë tjetër. Kjo është një gënjeshtër e madhe, e dëmshme, edhe që përbën bazë edhe për një rast tjetër për të hapur prokuroria ndaj atyre që qëllimshëm me vetdije prononcohen në këtë mënyrë. Dhe këtë e thëmë do të filloj edhe nga kolegët e mi në KQZ, të cilët e din të PDK-s pra, që e din fare mirë, që ajo kanë thënë këtë privatisht apo vetëm po aludoni? Që e din këtë? Absolutisht së në kanë qenë prezent kur është bërë ky shpjegim edhe nuk ka pasur asnjë problem. As për Gjakovën dhe as për Mitrovicën. Dhe ne kemi kërkuar që të përgatitet raporti që dje gjatë ditës nga kompania në fjalë, po edhe nga zyrtarë që janë përgjegjës për këtë çështje, dhe të cilët kanë filluar ta përgatisin raportin sepse për ne ka qenë e qartë, në momentin kur fletvotimi është i kapur me amën, pra me atë dengun për nga është ndarë më pas për t'ju dhënë votuesit, për neve është e sigurt që ato fletvotime kanë qenë brenda klasës. Sado që kodi i disa prej tyre është i ndryshëm prej vendvotimit. Dhe për këtë ne kemi marrë edhe konfirmimin nga kompania. Dhe në fakt që ka qenë kërkesa e PDK-s që të bëhet ky konfirmim, me të cilën pastaj prokurori ka bërë si kërkesë të vetën, mbrëm kur... Pa, a lënë edhe për dyshime për te gabimi teknik këtu? Une nuk mund të uashuaj themi ndjenjen e humbjes që këta njerëz e kanë pësuar në Mitrovic. Nuk mund të ashuaj as ndjenjen e humbjes që e kemi pësuar në Gjakovë. Për shkak të një problemi tërësisht teknik. Dhe kjo nuk len asnjë hapësirë për të keq informuar, dezinformuar, krijuar insinuata, mobilizuar për të penguar kryerjen e detyrave që KQZ-ja ka të përcaktuara me kushtetut dhe legjislacion e rregullore të përkatëse në procesin e numërimit, për të sabotuar procesin e numërimit me një urdhër politik që është precedent në historinë e zgjedhjeve në Kosovë, është hera e parë. Urdhër politik nga kush, Krasniqi? Urdhër politik nga Sami Lushtaku dhe Memli Krasniqi. Këta le të dalin edhe le të tregojnë se cilat janë arsyet që këta i shtyjnë, edhe anëtarët e KQZ-s të prononcohen, të tyre është fjala, që të prononcohen rrajshëm në raport me faktet që ata i dinë. Parandaj ne po them që këto ka punë edhe prokurori, edhe në këtë pjesë, sepse kjo përbën rrezik edhe për stabilitetin e vendit. Qëllimi sipas tyre është të mbrohet vota, pra. Pikërisht, nëse kanë qëllimin për të mbrojtur vota, atëherë janë dy deklarata, një nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pjesës së cilës janë edhe këta njerëz, dhe dy nga kompania. Nuk ka miratim në një deklarat, në një qëndrim që vjen prej profesionistëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjor. Ata e sillin dëshmin, faktet, dhe për neve është e qartë, si njerëz që merremi me procesin zgjedhor, për ne është e qartë kur ka gabime teknike. Ne në çdo proces zgjedhor kemi gabime të caktuara teknike. Për shembull, por a janë qëllimshme? Kjo është pyetja kryesore këtu. Kompania ka marrë përsipër të gjithë barrën për çfarë do problemi teknik që është shfaqur gjatë shtypjes së fletvotimeve. Dhe ky gabim teknik që po cilësoni ju dhe kompania që ka cilësuar, a e lëndoi procesin zgjedhor në Mitrovic? U dëmtua kredibiliteti, integriteti i votës atje? Absolut. Pse nuk u cenua integriteti i votës në Gjakovë dhe as nuk shoh opinionist të medjave dhe të caktuara që flasin për rastin në Gjakovë, po fokusin e kanë vetëm në Mitrovic. Dhe nesër mund të dalë edhe dikun tjetër, sepse ne do ta bëjmë një proces, do ta shtërrim çdo mundësi për të parë nëse edhe në komuna tjera ka pasur gabimit e tilla dhe tashmë kontaktet me kompaninë prej personave të caktuar, zyrtarëve të caktuar përgjegjës të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve janë vënë dhe që nesër ndoshta do të kemi informacione plotësuese nëse ka pasur ndonjë gabim eventual edhe në fletvotimet apo në e shtypura edhe në komuna tjera, në mënyrë që të sigurohemi që të ardhmen mos na paraqitet. Natyrisht për këtë përgjegjësinë e merr dhe institucioni jonë,
E marrin edhe antartë e KQZ-s nga PDK-ja, nëse na ka ndodhur një gabim. Dhe nuk është gabimi i parë që na ndodh, ne kemi pasur gabime në kaluarën, po këto janë zgjedhur thjesht dhe lehtë, sepse nuk ka pasur asnjë indicje edhe për raste të tjera. Shembull konkret po e marr. Kemi mbi 30% të zarfeve nga diaspora që janë dërguar me vonesë. Dhe e dim që pjesa madhe e këtyre zarfeve pretendohet që t'jenë edhe të votuesve tonë. Po ne, kur e kemi marrë informacionin nga divizioni përgjegjës për këtë shërbim, na kanë treguar se ku janë shkaktuar vonesat, ne kemi thënë në rregull, djema, mirë, por në të ardhmen ne duhet të punojmë më shumë që të mos na paraqiten pengesa tilla. Po ne nuk jemi duke thënë tash që ato zarfe u ndalën qëllimshëm për t'ju dërguar me vonesë votuesve potencial të lëvizjes vendosje. Se kjo paraqaj e cënon jo vetëm integritetin e procesit, edhe të institucionit, po ndikon edhe në uljen e besueshmërisë së qytetarëve ndaj procesit zgjedhor. Po bëhet ngritet një lloj fluske e cila dëm i bën vetëm demokracisë, por që brenda kësaj fluske, për vetë faktin që është flusk, nuk përmban asnjë argument relevant me çështjen për cilën ne po flasim. Por ato kishte zbarkim të prokurorisë, policisë, hetim të rastet që më pas u ndërprej për disa orë procesi i numërimit, sot pasi të rifilloi. Zoti Krasniqi, keni atje ju antar, po vazhdon numërimi, ka të tilla raste, sepse ka pasur raportime që ka akoma flet votime të tilla që nuk ka përputhje të numrave së. Po sepse kompania vetëm na ka veç sa e ka bërë, domethënë, së gjatë ditës komunikimin edhe me publikun, edhe ka dalë me njoftim publik që kemi shpërndar gjithandej. E kemi parë dhe kemi transmetuar edhe dje. Absolutisht. Dhe keni parë që i ka përmendur edhe arsyet e gabimit. Dhe kjo nuk do të thotë që kur të hapen edhe kutit tjera nuk do të ketë ndonjë flet votim i themi që i përket si kod një vend votimi tjetër. Në këtë flet votime, votat kush më shumë po i merr? Ja, po në veç po të thëmë, nga 57 kuti. Arian Tahiri. Aktualisht 57 kuti janë numëruar deri me tani në Mitrovic, nga 105 gjithsejt sa i ka komuna Mitrovicës. 48 kuti planifikohet që të numërohen nesër, dhe nesër po besoj që para dite ky proces të përfundoj. Deri me tani vetëm 35 raste kanë dalur me fletvotime të plotësuara, që janë për të dy kandidatët, dhe i kam telefonin me plot dëshmi që na i sjellin, sepse kemi kërku dëshmi dhe këtë do ta bën edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ekipi që është atje në mbikëqyrje, që do dalë me një raport përmbledhës të faktuar mbi atë se so fletvotime janë që janë shndruar në fletvotime të vlefshme dhe so fletvotime janë të papërdorura që përmbajnë kode të themi të vendvotimeve të tjera. Dhe deri me tani unë them që janë vetëm 35 raste, janë të konfirmuar atash, dhe brenda këtyre 35 fletvotimeve ka fletvotime të dy kandidatëve dhe trendi është i njëjtë. Por mos me thonë, i njëjtë është trendi si ka qenë proces zgjedhor, sepse nuk del edhe ndryshe. Andaj unë Çfarë të bëhet me këto fletvotime? Të shpallën pa vlefshme, nëse ka kontestime, do të vlerësohen edhe një herë tjetër, apo jo? Po e demonstrojmë një situatë, se besoj nëse keni votuar është çështje personale, po supozojmë, hipotetikisht. Megjithatë, konsideroj që dalja në votim është obligim qytetar. Është e drejtë se cili të votojë se jo, po pastaj nuk ka drejtë ankohet nëse nuk del të votojë. Sidoqoftë, nëse shumica prej nesh kanë qenë në një vend votim, dhe dengu i fletvotimeve, qyshe ka sjell kompania është këtu, dhe ti e merr fletvotimin si qytetar, ta jep dhënësi fletvotimit, ti hyn edhe voton, e mbyll fletvotimin, ti vullosur e vendos në kuti të votimit dhe e ke kryer obligimin tënë si qytetar. Qa ta merr mendja që ky fletvotim? A do duhet shpallur i vlefshëm nëse ti e ke bërë tikun si duhet? A ka debat mbi vlefshmërinë e çiti fletvotimi të një qytetari i cili fletvotimin e ka marrë tek vendvotimi nga ama e cila në disa raste të vogla për të pakta përmban kode tjera.
Pra që ky flet votim, i qytetari XY, që ka mund tjetë kushdo, sepse po Por vetëm se dyshimet janë ngritur, pra. Pikërisht për këtë, dyshimet janë ngritur. Po pikërisht janë ngritën dyshimet, po kur ngritën dyshimet dhe kur ka deklarata zyrtare, kur tregon se cili është problemi, ne nuk mund t'ju ashuajmë, themi dhimbjen, që ata njerëz e kanë, për humbjen e pësuar, sepse është një humbje, unë e kuptoj që ata kanë humbur shumë më shumë. Prokuroria nisi hetimet jo filluat akuzat e prokurorëve. Zotë Krasniqi. Momentin që mbriti atë prokuroria për të hatuar këtë rast, filluat me akuzat ndaj prokurorëve. Nuk kemi filluar, jo. Nëse jo keni lexuar një qendrim timin i cili është edhe në Facebook dhe jo vetëm jo, por edhe zyrtar tjerë të vendosjes, kjo është. Të merr me vesh, unë dje fare nuk jam deklaruar për asnjë. Dhe kam pasur 10 rrathirje nga media të ndryshme dhe gazetarë të ndryshëm për të prononcuar. Unë kam pritur sepse institucioni në të cilin punoj ka qenë duke u marrë me gjitha çështjet që janë adresuar dhe deri ka dalë me qëndrim, edhe pasi ka dalë me qëndrim nuk janë prononcuar. Sot kam dhënë qëndrimin tim edhe në media edhe tash edhe pranë jush, edhe në lidhje me këtë, ja po ju them se si ka ndodhur ngjarja në pikat shkurtra. Shkurtimisht gasemi në fund. E kuptoj. Unë kam marrë një njoftim nga antarja jonë e KKZ-s në Mitrovic se policia është duke ardhur edhe është futur në mënyrë arbitrare në qendrën komunale të numërimit, në hapësirën ku është duke u numëruar, i ka larguar numëruesit nga aty, numëruesit, dhe ka tentuar t'i heqë edhe antarët e KKZ-s, por me insistim. Policia, dhe më hetuesia. E stacionit rajonal në rajonit në Mitrovic Jugut. Dhe kam pyetur, a kanë autorizim, këta, a kanë dhënë një dëshmi, sepse në të shkruar duhet jetë, ata kanë thënë që ne është punë e jona. Unë kam pyetur, veç shkurt, është shumë rëndësi ta dim se tuat akuza. E keni hapësirën, po urdhë. Kam thirrur kryetarin e KQZ-s dhe kam kërkuar që të merr informacionin nga prokuroria koordinatoria e prokuroria koordinatore që është nga KPK-ja e caktuar për koordinimin dhe mbikëqyrjen e procesit zgjedhor, zonja Laura Pula, nëse kanë informacione a është dhënë ndonjë udhëzim apo autorizim apo vendim urdhër nga kjo prokurore apo nga prokurorët kujdestar për të bërë këtë ndërhyrje nga policia. Dhe jam nisur të njëjtën kohë edhe për Mitrovic dhe rrugës më ka marrë konfirmimin që nuk ka asnjë urdhër nga prokuroria. Ka qenë vetëm një lajmërim i rastit nga një numërues i PDK-s tek policia dhe policia pasi ka dërguar njoftimin tek rajoni stacioni tek rajonal jugor atje në Mitrovicën e Jugut, ata direkt kanë ardhur me dorza edhe ju në fut në kuti. Kjo është një shkelje flagrante e cila me ligj, me procedura dhe me procedurat që ne kemi bashkë me policin, konsiderohet e paligjshme, jo ligjore dhe e cënon besueshmërinë e procesit zgjedhor dhe e cënon edhe vetë atë vullnet qytetarëve në atë kuti, sepse ke prek diçka pa autorizim të prokurorit. Ato kishte mbritur prokurori kujdestar, Shpetem Peci, me pas ushtruesit e tyre të prokurorit Njazi Rexha. Më pas ka ardhur prokurori Shpetem Peci dhe i ka larguar ata sepse i ka thënë a keni autorizim, kë keni, por nuk kemi ardhur. Lirën e hapësirën edhe i ka thirrë numëruesit që të vinë. Më pas numëruesit kanë refuzuar të subjekteve tjera, kanë refuzuar që të hynë. Më pas kryeprokurori, ushtruesi i detyrës prokurorit zoti Njazi Rexha e ka larguar nga vendi prokurorin Shpetem Peci, të cilin vetë ka caktuar me vendimet më hershme. Këtu janë dëshmi në emër të arsyetimit se mbajka mbiemrin Peci që gjason me mbiemrin e të njëjtit. Pastaj ju kërkuat si vetëvendosje të largohet zoti Rexha? Po, unë kërkova, thash, sepse më merdhën informacionin se ky është burri i asambleisë PDK-s. Dhe thash, mirë, nëse ju e keni larguar atë për këtë arsye, po për të njëjtën arsye ju zotëri nuk do të ishit këtu, sepse përbën konflikt interesi. Dhe për më tepër, prezenca juaj këtu tash rrit edhe më shumë dyshimin për ndërhyrjen e procesit zgjedhor dhe ndërhyrjen e procesin e numërimit. Dhe kemi lajmëruar kryeprokurorin e shtetit dhe kemi kërkuar që kjo çështje sa më parë të zgjidhet, sepse
ky zotëri, pra zotin Jazi Rexha, përveç se përbënte konflikt interesi, me ngullm kërkonte që mos merret asnjë veprim nga KKZ-ja në raport me goditje. Shkurtimisht, zoti Krasniqi, në fund fare, çka nëse mund të ketë rivotim në Mitrovicë të Jugut, miratohet kërkesa e PDK-s nga PZ apo paneli zgjedhor për ankesat e parashtrisë? Nuk ka rivotim. Nëse në këtë vend zotëron demokracia, nëse këtë vend zotërojnë, funksionojnë institucionet me integritet, që nuk ndikohen si puna prokurorit Jazi Rexha, si puna aty në policëve hetus, jo që nuk do të ketë rinomrim, po do të ketë një jetim të gjerë të atyre që kontribuan në një situatë e cila do të mund të sillte, po mos të reagonim në dje. Do të mund të kishim një situatë deri në një eskalim, në një, themi, për do kepja ozën për tren bulgar në Mitrovicë të Jugut. Ata mund t'i ngjesin çfarë do emra të cilët i bojnë ata që soku. Dhe ne kemi qenë dëshmitar të një dhune të papar në 2010-ën, kur kam qenë koordinatori i ankesave nga ona vetëvendosës, dhe i di dhe i kujtohen ndoshta ato shprehjet në Drenasën Skënderaj, kur i vendoshin ka 100 vota kandidatëve të tyre në mënyrë masive pranë kutive dhe thoshin vendosja edhe një këtij Putinit, që i referoheshin zotit Mustafa Asokohe, domethënë Isa Mustafa. Se po përmendin Samil Shtakun në këtë rast? Se po përmendin Samil Shtakun? Sepse pra pasaj qëndron Samil Shtaku dhe mund të them kështu me shprehjen banda e organizuar, e cila nuk është që një nrosur nga Mitrovica, fatkeqësisht ka bazë ende në Skënderaj, po që kjo është qëndrim dhe veprim banditesk. Nuk ka logjik kjo me ndodhë në një vend normal, një njeri me organizu një strukturë të tërë, për me mujt me e degradu ose me deformu vullnetin qytetar. Dhe janë informacionet e sakta që pra pasaj që ndrën Samil Shtaku, si kunder që kryetari Memli Krasniqi e ka informacionin e sakt, të sakt e ka, dhe e dinaj se si dhe prej kujt e ka, që ky proces dhe këto fletvotime nuk kanë fare të bëjnë me pretendimet që Samil Shtaku i ngrit, po ky hesht, sepse nuk guzon me i dalë kundër dhe kënë që është e tyre të brendshme. Për shkak të kohës, po. Për shkak të kohës që Kosovën ta bëjnë natyrisht do të kemi rast, besoj se kjo do të zgjas kështu në Mitrovicë të Jugut. Falenderoj shumë për kohën dhe gatishmërinë. Faleminderit shumë. Ne të nderuar shikues, do të ndjekim një kronik që flet për mandatarin për kryeministër Glau Konjuca, që ka mbetur edhe 8 ditë në tentim për ta formuar qeverinë e re, nëse i ka apo jo numrat. 56 vota për i pati mandatari i pari i vetëvendosjes Albin Kurti për ta formuar qeverinë. E për t'i siguruar 61 vota për mandatarin e dytë Glau Konjufcën, duket që kanë filluar përpjekjet. Të martën, deputeti i vetëvendosjes Nezir Kraki bëri thirrje publike për njërën parti. Kraki tha se Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës duhet të votoj pro Konjufca 1